Çmimi I karburanteve në vendin ton është më I lartë nga të gjitha vendet fshinje. Aktualisht, 1 litër naftë në Shqipëri tregtohet me 219 lekë, ndërsa në vendin fqinj të Maqedonisë së Veriut shitet me 152.6 lekë. Kjo ka bërë që në doganën e Blllatës në Dipër të ketë një dyndje të qytetarëve të cilët kalojnë kufirin për të furnizuar automjetet e tyre me naftë. Diferenca mes dy vendeve është shumë e lartë pasi në Dibër të Madhe qytetarët blejnë rreth 70 lekë më pak 1 litër naftë. Nafta është difícil, e njëjta gjë. Nafta vjen si në Durrës, vjen nga Durrësi në Tiranë për ne. Edhe këto e morin nga Durrësi e bin këtu, edhe nafta është pothuajse gati 700 lekë për litër. Vetëm për naftë vim nga ande vim këtu. Se skrimi nuk kemi inventar për kërkuni. S'ka kanë vin lekë, ka punojmë ne që të marrim naftë, vetë ta marrim vend ton, ikim me Maqedoni. Është krimi ma. Gjithë shqiptarët e Shqipërisë këtë për naftë maqedonisht sa ma lira vllai. 700 lekë ma lirë, këtë produkt aty e morim. Këtu ka një katastrofë vëlla. Për shembull, është periud 2120 lekë nafta. Ka Maqedoni 1500 lekë. E njëjta situatë ka qenë edhe më parë në doganën e Bllatës, pasi edhe pas luftës në Ukrainë banorët e Dibrës I drejtoheshin vendit fqinj.